Во интервју за Радио Слободна Европа, Албин Курти, лидерот на самоопределување, партија која победи на воредните избори на Косово, во врска со тоа дали тој како иден можен премиер ќе се ангажира на обединувањето на Косово со Албанија, изјави дека ќе се залага за зближување на двете земји. Nuk është që ne si shqiptar angazhohemi për bashkim të Kosovës me Shqipërinë politikisht, po është vetë bashkimi si i tillë, si një lloj intense historike e shqiptarëve që shprehet nëpërmjet vetë shqiptarëve. Le të mos harrojmë që nuk mund të gjeni një popull tjetër ku ka emra burrësh si flamur e bashkim. Dhe për mendimin tim, natyrisht që jemi të interesuar për afërsi sa më të madhe me Shqipërinë, për hapa integrues me të, por detyrë mbi detyrat e kemi ta shpëtojmë shtetin e Kosovës nga kapja, ta ngrisim në këmbë Republikën tonë me drejtësi, me zhvillim, me barazi, me luftim të korrupsionit, me zbutje të papunësisë dhe të varfërisë dhe kësaj unë e shoh edhe integrimin me Shqipërinë, edhe integrimin evropian nëpërmjet suksesit të shtetit Kosovës. Во врска со можноста новата влада да ги укине таксите кон српските производи, Албин Курти вели. Jemi jo vetëm të gatshëm, por edhe të interesuar që tarifën 100% ta zëvendësojmë me reciprocitet të plot me Serbinë në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 7 dhjetor 2011. Serbia nuk mund të presë që ajo të sillet mbrapsht e keq me neve dhe ne të mos mbrojmë interesin tonë. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, лидерот на самоопределување Албин Курти во однос на тоа што очекува во врска со диалогот меѓу Белград и Приштина, кој подолго време е замрзнат, изјави дека најбитно е првин да се разговара со Европската Унија. Ne presim që dialogu të jetë solid, sepse i përgatitur mirë dhe me parime të qarta, të dakorduara me Brukselin paraprakisht. Pra, një dialog me Brukselin para dialogut me Serbinë në mënyrë që dialogu të mos dështoj. Албин Курти исто така најави дека во првата недела како премиер ќе започне диалог со косовските малцинства, вклучувајќи ги и косовските срби.